Quhem Sherif Fetahu, 62 vjeçar, në Knauf punoj nga ardhja e Knaufit në Maqedoni. Jem në funksionin e udhëheqësit të laboratorit. Për mua privilegj dhe kënaqësi është që punoj në këtë fabrikë, mbasi që më është mundësuar të tregoj aftësitë, të formoj shoqëri shumë të madhe me kolegët e mi nga të gjithë shtetet e Evropës dhe jashtë saj, dhe ajo është një që do më mbetën gjithë jetës takimi me ata, edhe gjatë shkëmbimit të mendimeve dhe të dienive, por edhe në momentet festive kur I kemi pas, kemi qenë shumë të afërt dhe kemi bërë një miqësi shumë. Është për të përmendur një moment që do të më mbetër tërë jetën, gjatë një vizite që kisha nga kolegët nga Polonia, Božena Jurkević, dhe nga Gjermania, Bertrand Wirt, shfaqin dëshirën që të bëjnë një vizitë në familjen time në shtëpi. Ato kanë qenë momente shumë emocionuese dhe kanë qenë shumë që do të më mbesin tërë jetës në kujtesë. Institucioni Knauf prodhon shumë prodhime, po kënaqësia nuk është vetëm se fitimi material, gjendja materiale, po më së shumti kënaq ajo se prodhojmë prodhime që kanë me të vërtet karakter shërues dhe karakter për të mirën e popullatës. Vlen të përmendet këtu Malteri MP75 Lite që mundëson përveç një aplikim të lehtë dhe efikas, mundëson një jetë ose një frymëmarrje shumë të lehtë si për ata që janë të shëndosh, po edhe për ata që janë të sëmurë nga sëmundjet e ndryshme të astmës, nga zemra, mbasi që ai prodhim është rregulator I ambientit I lagështisë. Kështu që Knaufi mendon gjithmonë edhe për popullin, edhe për të gjithë klientët që kanë besimin të tij.